Faleminderit të gjithëve. Kur fori Albini për vozitjen, e ka pas fjalën për trafikun urban. Kur më pyesin njerëzit cila është gjaja e parë që do të bëje në komunën e Prishtinës, gjithmonë kam thënë t'i shesim ato makinat e shtrejtat cilat i ka ble komuna në një varfëri ku shumica e qytetarëve tonë jetojnë në kushte shumë të vështira, kryetari i komunës na shëtitet me Mercedes. Kjo është e papranueshme dhe po e them që gjëja e parë është t'i shesim ato makina, ndërsa kryetari ta përdor trafikun urban, transportin publik, sikurse ja dëshirojnë gjithëve. Gjatë muajve të kaluar kemi punuar për një program i cili mirret me problemet e qytetarëve. Dhe ju po e shihni që për çdo ditë po prezantojmë pjesë nga ai program. Kur me një pjesë të asamblesëve punuam programin për ujin, sepse që 14 vite qytetarët e Prishtinës nuk kanë ujë, komuna më së pari doli dhe tha nuk është kompetencë jona. Kur e panë që nuk është arsye timaj dhe se qytetarët po kërkojnë nga komuna ujë, atëherë ata premtuan ujë deri në vitin 2016. Do me thonë që 14 vite e kanë pushtetin, nuk kanë mund që ta rregullojnë dhe tani kur po shifët se është përgjegjësia e komunës, se mund të rregullohet uji, se mund të paramendojmë që deri në vitin 2015 të kemi të gjithë ujë, ata fillojnë të premtojnë gjëra, por nëse nuk e kanë bërë për 14 vjet, besoni se nuk do ta bëjnë as deri në vitin 2016. Kur kemi prezantuar programin për Prishtinën komunë e hapur, ku çdo kërkesë e qytetarëve do të ketë përgjigje brenda 30 ditëve, ku prokurimi publik do të jetë transparent që do të jenë të gjithë qytetarët aty, ku do të ketë edhe shoqëri civile, ku do të dihet menjëherë se çka ndodh me komunën, ku planet për lagje bëhen publike shumë kohë përpara. Por e fundja dhe më e rëndësishmja, kur dikush i del ballë krimit të organizuar, uzurpimit të pronave publike dhe ndërtimeve pa leje, ata e pranuan se nuk kanë mund të bëjnë asgjë. Prandaj ja u themi, lëshojani vendin tjetër kujt, në mënyrë që ata që e kanë guximin, vullnetin dhe planin ta luftojnë krimin e organizuar, ti luftojnë këto uzurpime. Me të gjithë asamblestët kemi punuar në programet për lagjet. Me të gjithë asamblestët, kandidatët për kuvendin komunal nga lëvizjave të vendosje, i kemi punuar programet për sektore të veçanta. Programi joni ka 17 pika, që miren me problemet themelore të cilët qytetarët e Prishtinës i kanë. Si që përmenda me ujin, me qerdhet publike, me shkollat fillore, me trafikun urban, me shëndetësinë, me bërllogun, me të gjitha problemet me të cilat ne ballafaqohemi. Nuk ka shkop magjik që i zgjedh këto probleme. Ama siç e tha edhe Albini, së paku ne duhet t'ja fillojmë të miremi me prioritetet e qytetarëve dhe t'i fillojmë të zgjidhim problemet një nga një. Është me të vërtetë gjyna që 80 kilometra në lindje e kemi Shkupin i cili funksionon dhe ka buxhetin 5 fish më të madh se Prishtina. 250 kilometra në jug e kemi Tiranën që ka 6 fish buxhetin më të madh se Prishtina dhe funksionojnë të gjitha ato gjëra të cilat unë po i potencoj si probleme. Po ashtu në perëndim e kemi Podgoricën, po ashtu me një buxhet 5 fish më të madh se komuna e Prishtinës. Dhe natyrisht në veri është edhe Beogradi si kryeqytet që e ka pothuajse 7 fish dhe shkojmë deri te Zagrebi që e ka buxhetin sa krejt Republika e Kosovës. Ne nuk jemi ishull, nuk duhet të jemi ishull. Ne meritojmë shërbime më të mira, ne meritojmë shtet më të mirë, ne meritojmë komunë më të mirë, ne meritojmë jetë më të mirë në kryeqytetin dhe Republikën tonë.